Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin ton, këtë herë për t'i dhënë vëmendje, edhe një herë ashtu siç unë i kam dhënë vëmendje në fakt për muaj me radhë, divës shqiptare Parashevi Simakut. Parashevi Simaku për ditë të tëra nuk e ka patur pranë vetes ëngjullin e saj mbrojtës, të paktën ashtu siç e quan Parashevia. Nuk e ka patur Eltoni Lirianin, ju e dini shumë bukur, të paktën ju që ndiqni Instagramin e Eltonit, që Eltoni ka kaluar disa ditë të bukura larg New Yorkut, duke shijuar diellin dhe duke shijuar pushimet dhe njëkohësisht duke e marrë ngjyrën e bukur të diellit, ngjyrën çokoladë. Ai ka treguar në shumicën e videove se çfarë ngjyre për 10 ditë ka arritur të merë në pushimet që kishte përzgjedhur të bëj në fund në fakt të muajit prill dhe në fillim të muajit maj, por unë e di që kureshtja juaj është të dini se në fakt si e priti Parashevia Eltonin pas 10 ditësh në New York. Menjëherë me rikthimin e tij, Eltoni Liriani shkoi për të vizituar dhe për të takuar zemrën e tij, shpirtin e tij, Parashevin, ashtu siç Eltoni në për të gjitha prenoncimet e tij, qoftë ato amatore në Instagram, por qoftë në daljet publike nëpër mediat shqiptare, ka treguar që Parashevin e ka në shpirt dhe ndima që bëri, njohja me Parashevin atë e ka lidhur edhe më shumë emocionalisht. Do kisha dashur të sjell momentin e takimit të Eltonit dhe Parashevis pas 10 ditësh dhe të shikoni dhe reagimin e njëri tjetrit. Ndiqni videot. Hello Mona, përshëndetje, ne sot pam gurën e të Pelenës. Qa ishte ajo me Parashevi? Çumbush mali, plot me rush, çumbush mali. Happy birthday to Uncle Qemali Liriani. Po pse na nxorë? Babai Eltonit, why not? E nxori sekretin ko. We had a small glass of raki to remember him and the beautiful music of Tepelena. Gura e të Pelenës ndoqëm, me Ed Manushin ishte shumë e bukur. Yes. E talentet të reja, Ylli Baka. Shëririn tënë, folëm dhe për Julian që po jep kandidatin për demokrat. Edhe shumë të tjera. Good luck. Ti ta të gjitha Parashevia. Kishin dhe Lady Elvira Tata, po ajo duhet shkonte të ndihmonte nënën. Edhe ne. Edhe pa dhe Parashevia gjithë kushërinjtë e mi që këndonin aty nga të Pelena. Edhe Parashevia ka thonë që unë kam një zë të tmerrshëm, apo jo? S'është e vërtetë, ai. Po e kam të tmerrshëm i? Ti u përlote më shumë se sa Enver Hoxha në festivalin e Gjirokastrës. Me kom krasa. Shiko, zërin e kam të tmerrshëm, përlotemi po. U kënaqem sot, ka qenë një natë speciale. Po ata që këndojnë nga shpirti nuk ka nevojë të kenë zë i dashur Eltoni. Vërtet? Po. Je shumë e mirë. Mona. Na Happy kish marrë malli. Happy birthday. Na kish marrë malli. Po. Se do ikja në plazh. Ke qenë në plazh, jenë nxirë. Po si më lejove ti këtu në plazh? Po kishe shumë nevojë që të pushoje, se ke shumë sfilata mode që do të vinë. Po në Shqipëri do shkojmë ne të dyja më? Inshallah, kismet të bëjë Zoti. Po kur mund të shkojmë? Kur ta bëjë Zoti kismet. Ta bëjë Zoti kismet thua? Absolutisht. Ashtu mendoj edhe unë, ta bëjë Zoti kismet. Kjo është jeta jonë tani, ecim bashk. Shkojmë nga shtëpia në shtëpi me Monën. Të imagjishëm edhe i bukur momenti i takimit të zonjës Parashevi dhe Eltoni Lirianit pas 10 ditësh pushimi në New Yorkun, aty ku në fakt Eltoni dhe Parashevia kaluan të gjitha emocionet e mundshme. Me patjetër që nuk do ta kisha lënë pa thënë dy fjalë për këtë takim që në fakt universi krijoi mes këtyre të dyve. Ka njerëz që i takojmë rastësisht dhe të tjerë që na i dërgon universi. Marrëdhënia mes Eltoni Lirianit dhe zonjës Parashevi Simaku nuk është thjesht një miqësi mes dy figurave publike. Ajo është një lidhje e rrallë dhe ndjeshme që ka lindur në heshtje, është rritur me kohën dhe është bërë pjesë e pandare e qenies së tyre. Një lidhje që flet për besimin, për kushtimin, mallin dhe dashurinë të pastër njerëzore. Një lidhje që nuk njihet shpesh në botën e sotme, të shpejtë edhe të zhurmshme. Prej 10 ditësh, Eltoni Liriani ishte larguar ndoshta për të rigjetur veten, për të pushuar pak nga vorbulla e përditshme dhe për të rifituar qetësinë shpirtërore
që vetëm largësia mund të sjellë ndonjëherë. Në këto 10 ditë, ndoshta ai kishte dhënë vetes gjithçka që i duhej fizikisht, det, ajër, natyrë dhe qetësi, por një gjë i mungonte. Përtej çdo relaksi, shpirti i tij binjak, ajo që nuk zëvendësohet me asgjë tjetër, parashjevia. Dhe kështu natën e kthimit të tij të New Yorkut, Eltoni nuk mundi dot të duronte edhe as një sekond më larg kësaj. Mes dritave të qytetit që nuk fle, ai zgjodhi të bëjë një nga ato gjestet që vetëm njerëzit me ndjenjë të thellë dinë ta bëjnë. Një vizitë të papritur, e sinqertë që buron jo nga formaliteti, por nga nevoja e zemrës. E shoqëruar me një dhuratë të menduar me kujdes, surpriza e Eltonit ishte një akt simbolik, një përqafim i heshtur, një rikujtim i ndjenjës së përjetshme për ata që ndjejnë. Pamjet që më pas ata ndanë në rrjetet sociale nuk ishin thjesht imazhe të një takimi miqësor. Jo, ishin pamje të emocionit të pastër, të një dashurie njerëzore që flet për një lidhje shpirtërore, për ndjenja që nuk ftohen pavarësisht distancës apo kohës që kalon. Në video, shikimi i parashjevis nuk fshihte mallin. Ai ishte aty, i hapur, i qartë, i mbushur me përqafime të munguar, me bisedat parealizuara dhe me prani që kishte munguar gjatë. Nga ana tjetër, Eltoni nuk ishte thjesht një mik që kishte sjellë një dhuratë, ai ishte një shpirt që kishte gjetur më në fund një stret të munguar prej 10 ditësh, zemrën e një mikeshe që e do pa kushte. Lidhja mes tyre është shumë më tepër se sa ajo që duket. Është një lidhje natyrshme që buron nga rënjët e respektit, adhurimit dhe mbi të gjitha nga ndjeshmëria që të dy e ndajnë për jetën dhe artin. Eltoni Liriani është një njeri që e njeh dhimbjen, betejat, padrejtësinë dhe sfidat. Ai ka folur hapur për to. Parashjevia nga ana tjetër është një ikon që i mbijetoi kohës, heshtjes dhe gjithmonë mbeti fisnike krenare e papërmbajtur, duke ruajtur elegancën dhe dinjitetin e saj në çdo hap. Është pikërisht kjo ndjeshmëri e përbashkët që lidh këta dy njerëz kaq të ndryshëm me pamje të parë, por kaq të njëjtë në thelb. Ata janë dy shpirtra që e ndjejnë thellësisht botën përreth, që e përjetojnë dhimbjen e tjetrit si të tyren dhe që kur përqafohen i japin njëri tjetrit më shumë se sa fjalë, i japin ngrohtësi, sigurim edhe shpëtim. Dhurata që Eltoni solli parashjevis nuk ishte një objekt i zakonshëm. Ishte një gjurmë me dashurisë që ai mbart në zemër për të. Një dëshmi që edhe në largësi ai nuk e haron asnjëherë shpirtin e saj të bukur, zërin që dikur shëronte plagët dhe tani mbush me shpresë, një miqësi që është kthyer në një lloj dashurie të lartë dhe të pakushtëzuar. Ata nuk kanë nevojë për skena teatrale, ata nuk kanë nevojë për fjalë të mëdha, shikimi i tyre, përqafimi, buzëqeshja e thon të gjithën. Në një botë ku njerëzit shpesh masin dashurinë me interesa apo me kohë të kaluara bashkë, Eltoni dhe parashjevia janë dëshmi që dashuria e pastërt është ajo që nuk kërkon asgjë veç pranisë së tjetrit. Sot kjo lidhje është një kujtesë për të gjithë ne, që njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por edhe me ndjenja, me njerëz që e bëjnë të ndihet i plot, që e kuptojnë pa pasur nevojë të shpjegohet, që janë aty edhe kur të gjithë të tjerët harojnë. Eltoni nuk mund të jetojë pa parashjevin, por as parashjevia pa Eltonin, sepse në fund të ditës, pavarësisht titujve, famës apo pasurisë, ajo që mbetet është dashuria e vërtet, e heshtur, e thellë dhe e përjetshme. Në fakt, kjo është lidhja shpirtërore që Eltoni dhe parashjevia, që të dy kanë krijuar së bashku, që në momentin kur Eltoni vuri dorën dhe i dha besën vetes së tij, që pavarësisht gurëve që do të më dalin në rrugë, do të i kaloj, do të bëj gjithçka dhe këtë ikon, këtë njeri me vlera unike, këtë grua me zemër të madhe, këtë artiste që nga fati ka mbetur aty ku është, unë do ta ndihmoj dhe do ta ringris në këmbë përsëri. Dhe sot kjo ndihmë që bëri e shpërblen këtë Elton me dashurinë më të sinqertë dhe po shohim një duo
fantastike në rrjetet sociale.